Si rrallë ndonjëherë në këto ditë, tregu i gjës së gjallë ka qenë i populluar këtë të martë, të 30 dhjetorit, një ditë përpara natës së ndrimit të viteve, dhe kjo për shkak se duket se shqiptarët i lënë të gjitha gjërat në fund. Sikundër ndiqni nga pamjet në ekran, këtë të martë nuk ka patur vetëm tregtar, por edhe konsumator, ndryshe nga ditët e mëparshme, ku për shkak edhe të largësisë të vendosjes së këtij tregu nga qyteti, është mundësuar vështirësia aksesi të qytetarëve. E megjithatë, këtë të martë, qytetarë e tregtarë shprehen në lidhje me këtë aktivitet, që duket se në ditët e fundit të këtij viti ka marrë tashmë njohov cilësor, sidomos për fermerët dhe tregtarët që ushtrojnë aktivitetin në tregun e gjës së gjallë. Nga ana tjetër, qytetarët thonë se çmimet janë të larta. Mbaruan. Të mbaruan. Mbaruan. Kur që dalë mëngjes? Që në mëngjes. Po tregu, zhvendosja e tregut, solli probleme këtu? Po zhvendosja solli ca probleme se këta pensionistët nuk munden që të vinë deri këtu. Pastaj varet sipas buxhetit që kanë njerëzit. E kanë lënë për ditën e fundit apo jo? Se pas ka Nuk e di për këtë të flas, do se secili ka atë agjendën e vet, nuk mund të flasim për gjëra që Po çmimet si janë? Çmimi është normal, është i mirë. Sa është kaposhi? Po kaposhi kemë 8, kemë 10, kemë 12, varet nga cilësia. Po puna? Pula me 10 e lartë e gjithë. Me 12. Mi mbarua, do vini më prap nesër? Jo, s'kam. Unë i kam të ferm të vogël, nuk është se i kam rezervate kështu. I kam të gjithë të rritur vetë, të vegjël, të pastër. Domethënë kam një cilësi që nuk e ka ndonjëri në treg. Nga vini ju? Nga vajza e Vlorës. Po, 8.000 kilja. 8.000. Si u duket? Po, sa është tregu këtu këtë të mjene? E keni lënë për momentin e fundit, pse sot apo? Po, aty s'ka ujë prandaj, munges ujë. E këto të heqim lëkurën e dam kështu pastaj. Blet? Blem. Më sa blet? Unë i mora me 8. E keni lënë për ditën e fundit, pse sot apo? Po dhe të menë që më shtrenjë sot. Po ditën e fundit se kemi qenë emigrim, edhe sot na u bë mbar për të parë pazari. Çfarë do të bëni sot? Për një shelek shikojmë. O kaposhi? Kaposhin e kemi gjetur në një rivion. Gëzuar për shumë vjetë. 4 kg 21.500. 4 kg. 300 gram. E blem Ali, e blem. Shumë shtrenjtë janë për... Në fakt, këtë të martë është evidentuar një rritje çmimi në tregun e gjës së gjallë, ku gjeli tradicional dhe pula e detit varionte nga 8.000 lek të vjetër kilogrami në 12.000 lek të vjetër, ndërsa rritje e konsiderueshme të çmimeve vjere edhe të imtat, konkretisht tek shelegu, i cili ishte me 8.000 lek kilogrami peshë gjallë. Gjithsesi, fluksi në tregun e gjës së gjallë pritet të jetë i rritur edhe ditën e fundit të këtij viti, në 31 dhjetor.